2 muaj e gjysëm. Përditshme. Përditshme. Jo 1 në ditë. Mbas asaj, që mendoj unë apo? Ajo ka qenë fiks periudha mbas ra tërmetit, I nëntorit. Fill mbas tërmetit ra Covidi, u izoluam. Covidi ishte solli ankth kështu, në të përgjithshme në rrugë. Kisha diplomimin po atë vit, në kushte mizerabël prej pandemisë, ngarkesë frikshme edhe me provime teorike edhe me praktiket, me shfaqet. Dhe bëra dhe këngën e parë po në të njëjtën javë që kisha provimin. 5 skena brenda një ditë. Pa gjumë, pa energji, ngarkuar, rank, stres, tmerr. Aty thjesht u fik, uli automatët. Ti ul trupi vetë automatët. S'mban më. S'mban më. Çdo organ si gjithë tjerët. Unë pi ngarkuar te masa. Dhe do me thënë, gafa ishte sepse, jo gafa, se unë ato kushte isha, s'kisha që bëja. Por në momentin që kalova atak panikun e parë, kur isha në xherimet klipit tim, që u fik komplet truri, unë të nesër duhet kthesha prapë në shkollë në prova, nga mëngjesi deri në darkë. Pra s'kisha kohë të bëja qetësim për ta rikuperuar e për të fare, fill direkt të nesërmen. Dhe nuk ndalonin. Unë isha në prova, dilja jashtë, pija ujë, merja frym, kalonte 10 minutë shi, kthesha prapë në prova. Edhe në kam patur për Edhe ajo më çoi në pangrën. Po. Oreksit zero. Unë atë vit, më thëmë për 1 muaj e gjysëm kam humbur 9 ose 10 kile. Më hëngri trupin, se s'haja do t'a gjë, s'fusaj që të qëngoj. Me vese shkoj deri në pikën që e pash, shto e pa mundur, së vazhdoja do të më. Pash realisht, pa mjekime nuk, s'peja dilja do të më. Se më vuri për fund, kuptan? Nuk ja dhash atë mundësin vetës që në fillim që në të parën që më ndodhe, të thoja faket gjithave, vitin tjetër kam për ta bërë diplomë, nuk më intereson, s'to e nxjerr fare këngën, do të bëjmë vetëm. Ka do ta bëjmë, s'ta bëj. Përgjegjësia për t'i mbaruar ato që kisha nisur ishte vetë si tip adrenalinë ajo që I can do it. Po.